Ko lajmi fundit ky kulla, forca speciale të amerikane konfiskojnë anije ruse me naft dhe kjo ka ndodhur mbi Anglinë që i bie në oqeanin Atlantik. Ndërkombëtare. Në ujëra ndërkombëtare. Mund të më thua ç'është kjo histori, nga lajmi është histori që më duket që po vazhdon në këto momente, nuk është në zhvillim, është në proces. Po. Dim vetëm që kjo anije, nga të patën nga informacionet amerikane, kjo anije ishte nisur nga Venezuela me naftë dhe po shkonte në? Po shkonte drejt Rusisë. Drejt Rusisë. Tani, e bukura është që kjo anije shoqërohej nga një nëndetse ushtarake ruse. Jo, rusët kur morën vesh që po ndiqte anija në ujëra ndërkombëtare, quan një nëndetse. Një nëndetse që ishte aty pranë. Po, sigurisht. Art. Ja, fotot i kemi në ekran, kjo është foto apo jo eno? Kjo është foto e anijes. Kjo është një anije e cila... Kargo quhet apo jo? Po, kargo, është nisur 2 javë përpara nga Venezuela. Kur ishte akoma Chavezi. Më falë, reagimi rusëve sot kulla, ta them për informacion këtë jo për ty, se ti e di, pasi ka ndodhur kjo, reagimi i rusëve sot ka qenë anormale. Kanë reaguar kështu për Amerikanët dhe ndoshta dhe Anglezët, ndoshta janë të dy bashkë, për kapjen e kësaj, për sekuestrimin e anijes. Themi tani që ne nuk dim më tani ku ndodhet anija fatikisht. Është ndaluar atje, është bllokuar, është në det, por çdo më thon sekuestrim nga ana amerikanëve që ata mund ta marrin anijen ta bëjnë të tyren? Jo, do të thotë që ata kanë bërë një pra duhet të kuptosh që në këto raste kur ka sanksione, ndodh një veprim juridik që quhet sekuestro. Në mënyrë që të japin legjitimitet veprimit të tyre, sepse në këto raste po s'është me legjitimitet juridik quhet pengmarrje, quhet pirateri. Nuk është ata pirdhin shumë, po që gjithsesi e duan një kështu një sikim ligjor. E duan se si dihet. Ju duhet gjithmonë, po. Vjen dhe ata kanë dashur të tregojnë që tek çështja Venezuel. Dhe më fal, kanë zbrit me helikopter këta kulla? Në anije? Kanë zbarkuar aty. Kanë zbarkuar ushtarët me helikopter. Po në këtë rast nuk është Delta Force. Si ajo që përdor në Venezuela. Janë forca speciale të ushtrisë edhe të marinës. Okej. Dhe ata praktikisht kanë bërë sekuestro për të dhënë një shembull që ne kur po ja bëjmë një anije ruse ju tjerët merrni shembull, çaj hyn e del naftë nga Venezuela kalon vetëm nëpërmjet nesh. Po është e sigurt që kjo anije vinte nga Venezuela kulla? Po, është ndjekur anija ka lajm, është 3 javë që është lajm, Po mirë, të bëj një pyetje unë? Po. Për kuriozët, dhe për ata që ndoshta nuk i din mirë rrugët e anijeve, se si vinë për dalë për botë, të anijeve tregtare. Qofse kjo është nisë nga Venezuela, mund të më thua ç'donte në Atlantik? Ç'donte në Atlantik? Sa ty do një Venezuela, Atlantik është. Kur del në Atlantik ngjitesh lart. Pra ti thua kjo është ngjitur lart? Për të ikur pastaj drejt Rusisë. Po ku është futur pra? Se Venezuela është nga ana kur e shikon përballë. Atlantik është Venezuela, del dhe futesh në ujëra ndërkombëtare dhe ngjitesh lart. Ti thua është gjithë lart dhe ka marrë djathas. Del aty lart mbi ka marrë djathas, mbi Anglinë. Për të vajtur mbi Anglinë. Dhe pastaj ku vazhdon për të vajtur në Rusi? Mbi Anglinë, ndetin e Veriut dhe shkon në Rusi. Se vetë Rusia laget nga deti Veriut në Shën Peterburg ato zonat atje. Kalon që aty afër Kaliningradit? Po, afër, shumë afër. Mos ndoshta, jo, nuk ka lidhje me Kaliningradin, më thotë. Po Kaliningradi është larg nga vendi ku ka ndodhur, sepse ka ndodhur në Oqeanin Atlantik. Marrësh. Po. Po tani këtu skeptikët ka një pyetje vëlla, çdoan rusit marrin naftë nga Venezuela se rusët kanë naftë sa të vjesh. Sepse është çështja e tregtarëve. Tregtarët bëjnë trade, pra janë ato që ne quajmë tregkëndësh të naftës dhe shesin treg ndërkombëtare. Këtu kur fillojnë hetimet, se amerikanët tash që hyjnë atje marrin listën e kush ka bërë tregtim me Venezuelën 12-15 vitet e fundit. Dhe kur çojnë ata në rajonin tonë në Evropë, sa tregtar, sa kompani nga këto të cilat zyrtarisht nuk duhet respektonin sanksionet dhe embargon amerikane mbi Venezuelën, kur çojnë sa naftë venezueliane shit kështu nëpërmjet palëve treta, atëherë do shohësh sanksione serioze ti kupton. Se këta nga që ishin embargo thuat shisnin Po normal, ta shisnin për ditë, kupton, siç vazhdon, po problemi është që tjetër gjë është embargo amerikane që shet në embargo europiane dhe amerikane për Rusinë, po e cila shet në Azinë, në Kinë dhe në në. E tjetër gjë pastaj është embargo amerikane që është në Amerikë këtu dhe ta shkojnë e marrin nga Evropa ose nga vende të tjera dhe shesin kështu me. Unë gjë nuk kuptoj, si ka kaluar kjo anije përderisa atje është e rrethuar nga anijet amerikane? Po para 3 javë ka kaluar se ishte anije ruse, ata kanë lënë teci, e kanë ndjekur për të parë dhe kanë bërë veprimin sot.
Po prap dihet kur ka hyrë sepse ka... Pse shka që vjetër, okulla? Nuk është e vjetër, është anije e madhe, është e palyer, duhet të rilyer, kanë ato... është anije e madhe, se këto anije janë posaçme. Për shembull, kjo është një anije që të ne nuk hyn dot në port. E dia se vën dyshim, po për shembull, po një kargo amerikane mund të ishte në këtë gjendje për shembull kështu e palyer? Po kam pa dhe kargo amerikane të palyer, nuk është. Vërtet? I lën kështu se nuk ju intereson fare bukuria Më në këtë rast. intereson për ka muaj gjatë ecja i, për shembull në Nga lagështira bën ashtu. Po për shembull këta tanët kur shkonin në Kinë me anije, kur kishim në anijet e mëdha, ta bënin dhe 6 muaj në det, e kupton. Fyta. Jetë e marinare. Këtë tregti bën ai, duhet të kesh mik ti. Ai thuaje Dropulliti që ka jetuar në Gjirokastër, tani jeton gjithandej, sepse është biznesmen i madh. Çilo, Kalivopulli. Kalivopulli. Ka vite që merret me këtë, me tregtin ndërkombëtare të... Po. Ai s'bën vetëm me naftë. Sandri e ka emrin? Po, Sandri Kalivopulli. Po pra, Sandri e... Jo, ai s'ka punu me naftë. S'ka punu me naftë? Jo, me anije transporti madh është. Transporti madh është. Jam shumë kurios, do të takojnë një ditë Sandri, se kam kopa e parë të pyesë. Për të kuptuar pak si funksionon ky lloj biznesi më burr. Shumë i bukur. Ja kam fjalën për njerëzit që për shembull, personeli që është atje do të kaloj me muaj të në det apo jo? Ata bëjnë gjithë. Kushtet më të mëdhenj të këtij biznesi. Kompanitë siguruese. Pse? Që po të ndodhi gjë? Risigurohet gjithçka, ata marrin lekët, që po të ndodhi gjë, pastaj ato lekë marrin nga kompania siguruese. Për shembull, rastin konkret, kompania thot për forca magjore, thot ma sekuestroi Amerika naftën dhe anijen dhe lekët i marrin... I marrin dhe në tilla raste? I merr te Lloyd, ose tek ai që ka bërë risigurimin në Londër atje ku është. Është biznes në vetë. Çita. Dikur në ish Jugosllavi, diçka bënin kanë qenë sa shqiptar që merreshin me tregti të madhe nga ish Jugosllavia, nga Kosova. Shkonin Panama, blinin e caktonin cili për shembull kontener, lidhnin dhe marinarin që fuste aty, fuste sigurim kontenerit ai, mes oqeanit rrëzoi konteneri, rrëzonin vetë atë, të shkodë merrte para thoshte më keni bot dot. Çfarë perle. Çita. Po atë imazhin tani që un parë sa imazhe atë le dio. E no, i kemi këto imazhet se si të zbritën me helikopter ata? Në anije i kemi? Mund ta shohim edhe një herë? Le dio? Jo, këto janë foto. Ç'janë këto foto tani? Kulla. Kot më shumë për t'ia shpjeguar njerëzve, sepse unë kam diçik larg drejt nga ekrani dhe nuk kuptoj mirë. Ç'janë këto foto? Le dio, mund ta lexosh pak hiqe pak atë QR kodin e bukur, edhe titullin. Jo, vetëm shtetet janë aty, s'ke lexon. Holland, Angli, Irland, këte nga krau djatër. Island, po. Dakor. Për treguar se ku ka pania. Vendi. Po, është pa hyrë në Island, domethënë, duke dhe po më thoshte janë që parë kullaj që avionët këta helikopterët apo avionët është. Avionët po ç'ne me aviona, vetëm me helikopterë këta atje. Apo qarkullojnë. Që dalin nga vin vërdall. Nga aeroplan bajt. Ulën në Island ku mbaruan punë. Po sigurisht. Në bazë ushtarake, ti e di që Islanda është vend antar i NATO-s dhe nuk ka asnjë ushtar. Po mund ta ketë një ushtar apo? Asnjë, s'ka ushtri. Po kush e mbron? NATO. Pra amerikanët. E di çfarë tha Trumpi? Për Groenlandën. Jo, asnjë tha nuk mund ta mbrojë NATO tha pa Amerikën, tha se ne jemi NATO tha. Edhe mire ka. Po. Mire ka i shkreti më burr. Po ikte në Rusi, më thot, mes Islandës dhe Anglisë. Këto janë pamjet, Çani, këto janë pamjet me helikopter. Ja helikoptere që po zbresin, ja. Po. Se po e kisha mendin te kulla që parë nuk kuptova mirë. Ky është helikopter amerikan që shkon mbi anije dhe zbresin ushtarët. Pse ngeci le dio? Ja. Dale? Ja, duke ulur aty zbresin ushtarët. Po këto anije kulla nuk kanë kështu brenda, pra nuk mbrohen se thuash. S'ka, ato janë anije luftarake, për shembull kur shkonin poshtë që janë indianë për vajtur në Kinë, ata piratët somalez kështu i sekuestronin dhe kërkonin para atër. Avioni spiun quhet Poseidon. Avioni amerikan. Që vjen vërdall që unë në Islandë apo jo e no? Perëndia e detrave. Po. Ore, Poseidon është nga antikteti kines, kulla më duket, në ndecet zoti i detit, që sheh në ujë, po. A Poseidoni shep në ujë, kulla. Poseidoni, që është avion spiun amerikan, shef nën ujë dhe shikon në ndecet. Nga lartë. Se më ekziston kjo? Pyta! Prandaj që e zoti detit, që shef nga lartë, Poseidon, po tamam, o kulla, si ka mundësi më burr? Qa brilantësh janë këta më burr? Unë kam një vit që ngela midis magjisë së gringove, që unë i quaj me dashuri gringo, amerikanëve, edhe izraelitëve, vlla.
Këta po na japin spektakël të paparë, më kanë 1 vit të cambur për 2 vjet. Izraelitët kanë më shumë, Ë? kanë 148 izraelitët. Mi, amerikanët bëjnë spektakël më të bukur për së vërtetës. Po ja më të mëdhej, normal, kanë më shumë mundësi. Kanë më të, Po, do të thënë, Gjena nuk di se nga ta anoj, vlla. Do të thënë, jam i mrekulluar, jam i disë Izraelit dhe amerikanët dhe thënë vete, ore, këtë dua më shumë, nuk arrit dot. Se zemra vetëm një dashuri pranon kulla, apo mund t'i pranoj të dyja në këtë rast. Më pëlqen kjo qeshra jote kur si e përgjigje. E kuptova Ledio. Po para se ikim, do ikim Dorelan njerëz, se njerëzit pas i shohin këto dhe spektakli, të quajtur luftë, edhe flën, se ju bie koka, ke parasysh lodhen. Po ku të flën,